Louis Ailey, këngëtari dhe personazhi shumë i dashur për publikun shqiptar, ka ndarë së fundmi një lajm të hidhur në rrjetet e tij sociale, që ka prekur zemrat e mira ndjekësve. Me një mesazh të thjeshtë por të thellë në emocion, Luizi njoftoi ndarjen nga jeta të një prej personave më të afërt të fëmijërisë së tij, komshiut të tij të vjetër, me të cilin ishte rritur në të njëjtën lagje, duke ndarë kujtime, ditë të pafajshme dhe momente që mbeten të paharrueshme. Në postimin e tij, Luizi shprehu dhimbjen e thellë për këtë humbje, duke rikujtuar miqësinë e sinqertë dhe të pastër që kishin ndarë që nga mosha e vogël. Ai përshkroi se si kishin jetuar në të njëjtin pallat për shumë vite. Si ndanin lojrat në rrugicë, netët e gjata të verës, të qeshurat pa fund dhe aventurat që vetëm fëmijëria mund t'i sjellë. Komshiu i ndjer, sipas Luizit, nuk ishte thjesht një fqinj, por një vëlla i pa lidhur me gjak, por i lidhur me zemër. Disa njerëz nuk janë thjesht kujtime, ata janë pjesë e shpirtit tënd, sepse janë aty kur mëson të ecësh, të qeshësh, të gabosh e të rritesh. Sot, një pjesë e imja iku bashkë me ty, nuk do të harroj kurrë, vëlla, shkruan Luizi në një nga rreshtat më prekës të postimit. Postimi i Luizit u prit me shumë emocione nga ndjekësit, të cilët nuk vonuan të shprehinin ngushëllimet e tyre dhe të ndanin historitë e tyre personale për miqësitë e humbura të fëmijërisë. Shumë fansa e përgëzuan këngëtarin për ndjeshmërinë që tregoi dhe për faktin që, edhe pse një figurë publike shumë e njohur, nuk harron kurrë rënjet, njerëzit që e shoqëruan në rritje dhe që i dhanë vlerë shpirtërore jetës së tij. Edhe disa emra të njohur të showbizit shqiptar reaguan në komentet e postimit të tij, duke shprehur respektin për këtë gest të ndjerë dhe duke e mbështetur në këtë moment të vështirë. Humbjet e tilla janë gjithmonë të dhimbshme, por bëhen edhe më prekëse kur vijnë nga miqësitë e hershme, nga lidhjet e thella që formohen në vitet e pafajësisë. Për Louis Ailey, kjo humbje nuk është vetëm një ngjarje personale, por edhe një kujtesë e fuqishme për vlerën e njerëzve të thjeshtë në jetën tonë, atyre që nuk kanë qenë në qendër të vëmendjes, por që kanë ndikuar në formimin tonë si njerëz. Ai përçoi mesazhin se dashuria dhe respekti për ata që na kanë shoqëruar në rrugëtimin tonë nuk humbet kurrë, pavarësisht viteve që kalojnë apo ndryshimeve që sjell jeta. Me këtë ndarje të hidhur, Luizi na kujtoi edhe një herë se pas skenës, famës dhe jetës publike, çdo njeri ruan në zemër një lagje, një pallat, një shok të fëmijërisë, një kujtim që nuk shuhet kurrë. Dhe është pikërisht ky humanizëm dhe kjo ndjeshmëri që e bën atë të veçantë në sytë e publikut. Ndarja nga jeta e komshiut të tij është një humbje që ai do ta mbajë gjatë në zemër, por përmes fjalëve të tij të sinqerta, kujtimi i këtij miku të hershëm do të jetojë gjithmonë, jo vetëm për të, por edhe për të gjithë ata që ndan një pjesë të vetes në fëmijërinë e Louis Ailey.